Përshëndetje miq të dashur të televizionit Dugagjini. Po takohemi sërish këtë diel në Kyamër. Si gjithmonë për fillim falenderojmë Ujë Rrugove që është pjesë e emisionit. Në këtë emision gjithmonë kemi pasur histori të ndryshme, kemi pasur rrëfime të ndryshme që nga fillimi që jam në këtë emision. Po që sot po na duhet diçka pak më ndryshe, po na duhet me i shtu këtij emisioni edhe pak rap, pse jo? Edhe pse ka fundit pak veç fillu me u bë pak më gangstera, po na duhet dikush që na thumbëm pak, e kush mund me qenë tjetër ma i drejt për drejt se Semi. Semi, mirë se erdhe në Kyamër, faleminderit që gjete kohën me na u bashku sot. Faleminderit për ftesën, më vjen mirë. Tregon pak qysh je edhe me çka po merresh kohëve të fundit. Kështu, jam mirë, i lumtur, si gjithë. Në kohëve të fundit ma shumë jam një, si u ktheva në muzikë, jam marrë me inqizimet shumë, të punu. Po kisha desh me njëherë me dalë të projektit të fundit, po pak kalu atja. Po du me ditë pak krejt të vite pauzë që i pate nga muzika, me çka e merë? Me familje, një është seni kryesor, edhe qështu, kom punu, edhe pse si jam konë aktiv në rrjete sociale edhe me muzikë nuk kom dzirë, unë e gjithë kom punu në studio, kom pas ko me punu qysh duhet të vëde. Po pse u dash me u bo kjo pauza dhe tërheqja nga muzika? Po, fillim të Covidit u bona bab, edhe pas tani edhe Covidi, dyqysh m'izoloj, se s'më ishim me udhëtu në atë kohë, edhe që ajo dyqysh më boni ma heki motivimin komplet. Edhe s'më isha as me inqizu, as me bo muzikë, po tani kadal e mora vetë, si u qëllëm pak. Si u qëllëm, do me thonë pas ka ndiku pandemia. Po, pandemia shumë ka ndiku, personalisht e une, dyqysh ajo izolimi më ka më lodhi shumë. Edhe pse krejt pandemi kam punu të... Po, veç une jam gjithë i levis shumë, jam konë, s'kom nejtë kërë njerë në një vend edhe po ta problem. Sam, po du me kalu të projekti fundit. Të regon paka shumë për krejt ka qenë edhe mënyra qysh e keni lajmëru projektin bashkë, ka qenë të jetë interesante dhe ka qenë që di se qysh pas shumë viteve ata dë bashkë probleme prap, me Feron. Të regon pak qysh lindi ideja e krejt bashkëpunimit? Une Feroniti e kena një shok të përbashkë, Tonin. E aj ka insistu, do me thonë, me na pajtu, jo, se na s'patëm nëj problem që atë ko, pa aj na lidhi prapa, vetëm dyqysh janë isë me folë. Edhe ideja u konë, edhe ati shokit, po edhe jam, jasë edhe unë e kom pasi ide me bo kongë, me ta, se unë e Fero, me menu holle, unë e Fero e kena pas njëtën rukëtim, se dytë kena dhes njëtën ko, kur kena në atë ko, do më thonë Fero kur u konë me atë kompanin, unë e më konë vetë, me Medelinën, e kena pas, do më thonë, dytë njëtën ko kena dhes, njëtën rukëtim, si me thonë, e kena pas këto njëni tjetrin e kena shty sa ma nalt. Edhe unë e kom pas ide pse mos me bo një kongë me një njeri që nuk u kom bota jame, po edhe kom thonë që nashta me këtë nëse bëj kongë, kom e bo një kongë të mira, e kom ditë. Edhe manej, kur të takut për herë të parë, apo më tregon pak... Edhe manej, një dost nga ka shtin me një kallë, bashkë, kena pas folë, i kom thonë, pse s'po vjen me provua, se une për momentin jam Zvicër, i thash pse s'po vjen me provu, me këshyrë që ka me bo diçka, që qesim diçka të mirë, e lancojmë, që jo, na jena prap dosta, shok, edhe tani Feroniti erdhë pej, se di ku i shkone, erdhë në Cyri, erdhë në Zvicër, dola e mora one, shku në studio, kena nejt një 3 dit, 2 dit në falë, 2 dit kena nejt në Zvicër bashkë, e bonëm kongën edhe dyqysh, i bonëm 2 kongët edhe dyqysh kërkush nuk e dike ala, se ke shumë, erdhë shumë spontan,
se deke dhe i thash une, po pse s'pe vazhdojmë qëtë rivalitetin që kena deri në fund, tani në fund tash e qesmi kongën. Edhe i pëlqej edhe ideja, edhe a i ishtë, në më thonë 100% i menimit për po, kena pas shumë ma shumë me bos, a vëden, kena pas do video tjera mi nëzirë, do qështu, po tani i lam veç me qaqë edhe do Qka ke ideja e tuponave se e kum po një po video? që një video tjetër u kon, unë e kum doll me tupona, do me thonë një video tjetër u kon ferro më ardhë në Tetov, njejt me tupona, tani të që jo kena pas edhe unë me dal, a vëden në fond me adhon dorën, a din kështë. Tani kom pas edhe një video tjetër, ferro ma bëj ke hajde pëse s'po vjen gilan me tupona, a vëden me botë sa ma shumë buj, po nuk i bonëm ata, edhe në lam veç me qaqë. Pse? A ju do këtë Po jo, po edhe s'patëm shumë kohë për arsyet që unë e kesh këtu në Kosovë ishim të incizu spotin, angazhime anë e kënej, nuk patëm shumë kohë me bo këtë sene. Që të ditë që kem free, unë e kom pas tira puna, ka pas tira puna unë jashtë venit, të s'mujtëm mi. Unë e përdu më nalë të teksti i kongës që e keni qitë bashkë me Ferron. Po më interesant veç një rasht ku ti e thu, edhe ti e ki orën falsë, veç amrin se ki muzik. Po? Qa ki me muzikun? Ashtë dis? Po jo nuk kam me muzikin, po unë e di qysh e menej këtë situatë. Derisa na jena personazhe publik, ose ftyra publik, të me thonë, unë muj jo me ta përdorë, po dy qysh unë i kom të lejume me dhonë komentin tem për një rasti joti që për shumë ka bo viral, si për shumë ora muzikit. A me nën që muzikë ka orën falsë? Se di, s'mi intereson, asë se... Po si ke thonë që ashtu, edhe ti po ki orën falsë veç amrin se ki muzikë. Po do me thonë si pas fakteve që ashtu i beke. Jo. Nuk është dis, do me thonë. Dis, nuk mundet më konë dis, unë se kom shajt, ato unë ja kom përmen një rast që është konkret, rast që ka dalë në këtë lajme. Të regon pak së unë nuk i di këto, dis është nëse e shonë dikon, a? Qëre, po më varë qysh e koncepton disin, po nëse unë, po. Edhe mi thonë dikujt e ki orën falsë, dis është? Po, nuk është najsen që, apëten. Nuk është shumë e rona, a? Nuk është i rona, së shkur gjodë orën falsë, nështë nuk e ka veçaj, apëten, më në me pasë dhe 20, se unë e kom thonë për... Perojna që nuk është dis, amo ke pas disa... Jo, nuk është që nuk është dis, është diçka që është e realitet. Okej, po me që veç jemi të muzik, ke pas edhe disa më herët, saj për këtë muzik. Po, a keni pas nëjherë nëj problem? Jo, s'kena pas problem. Jo, s'kena pas problem industrie, do me thonë, ka pjesa jeme, do me thonë ka konë probleme industrie, probleme sene që adin që jënë prapaskena, që me thonë, janë se për merë ti ato me kënu unë zvi, apëdin, ose se për merë aj, ose nëse vinë kjo zvi unë, apëdin, shto sene, janë do sene që bonë mëra pa kamerave, që njerës nuk e din, po. Që dikush i ka bo me ty? Po, njerës nuk e din, tani... A më shme kom pak ma specifik? Po të kalzej, për rastin që është, për shamull, kom fakte, kom foto, kom video, kom screenshota, të më thonë, kur kom pas bo koncerte ma para, që kanë shku kejt kompania, për shamull, ka shku ka thonë, nëse e merë semi, na nuk vima, përdin. Kompania e kujtë? Ish. Kompania që ka punu muzik me to? Për shamull, ka thonë, nëse e merë ato, na zvima, përdin. Për shamull, ata janë kom 5 artista, ti e kom vetë, edhe ata definitivisht blokojnë, përdin. Kush do që tjetë blokon, më kom 5 artista me një ven, kush do që tjetë blokon, ajo është shumë logjike. Edhe për shamull tani ti del si sem, del nesër, e ngucë dishka dhe dalin njerës tojnë pse pi kapësh, ose pse pi abon. Edhe nuk i din prapaskena që janë të që kanë ndodhë. Po, sa kanë ndiku të te këto në fillim? Po kanë ndiku shumë, se unë e kom marrë për shamull për një venit, unë i Kosovës nuk jam, për shamull unë kom marrë për Macedonia. Unë kom marrë, unë dua po zdu, unë shqiptarë jam, po këto jam misafir. Këtu nuk jam shpitem, unë jam misafir. Edhe kur kom marrë këto, do me thonë normal që më kam bloku, se unë jam kone edhe i ri,
edhe e kom pas, unë për muzikën krejt i kom lonë. E kom lonë shkollën, e kom lonë punën, e kom lonë krejt, unë pe që aty kom fitu. Edhe që tash del tes, veç pse ki pak ma shumë autoritet se unë, ose se na i kush tjetër, edhe janë alë tjetër kujt bukën, a vetëm veç pse ty së pëlqen si artist, ose së të konvenon, a vetëm. Me që veç jemi dhe kjo pjesë këto, kësha pas qef me undal të deputimi ytë. Ishte masak me këngën Medelina. Tregon pak qysh ka lind krejt si projekt, edhe qysh ka qenë për juve, kur veç mori hav, konga? Okej, kongën e kom pas bo verës, u kom me maj men, nashta u kon korik ose gusht, qëto, u kom i disverës. E kom pas bo kongën verës, e kom pas bo vesh refrenin e Medelinës. Për nejse, para Medelinës i kom qitë 12 muj, 12 kongë i kom qitë. Edhe jom kon shumë i vendost me punu. Kom qitë 12 muj, 12 kongë, para Medelinës fix, do me thonë, kër e kom bo refrenin, ja kom pas qu një dosti tem në gusht, edhe ajo u kon na i kon deti, nuk e moj men, u kon deti na i kon, edhe vesh më ka thirë në telefon edhe ma bëjke, hej, po, zotin, mos e qitë qëto, a vetëm për Medellin, mos e qitë, se unë i kisha një zanat keq, e bëjsha një demo e qisha në internet, a vetëm, si, jo heq profesional, a vetëm, e bëjsha veç aty një refren, veç e qitësha, e shifshe, qitësha në Instagram komplet refren hiq, a vetëm, pa mi kry kongë. Edhe ma bëjke mos e qitë se që kjo shumë kongë e fort ka me dhes, na e kena ditë që ka me dhes, po në qëto për masa, jo, kur njerë. Së mund është me imaginu ti në qëto për masa, qysh, a pëtën, se unë e mas Medelinës se nisa me bo koncerte. Edhe ma bëjke mos e qitë se shumë konga fort, tani e kompletova, që shto një dit veç më hype ajo, e kryta krejt kongën, edhe ka nejt Medelina u kon 4 muj, do me thonë e kom pas qëtu si projekt, nuk kom tentu me vazhdu, si me mikse, me mastera, me bo spotin. Tani mas një 4 muje vendosa, ky dosti kur ma bëjke hajde pe bojmë qëto, se disha qka kom e qitë në atë ko. Edhe dul Medelina, edhe ke gjithë shka befasit tani. Qysh ke për ty Në atër jom konë fakultet, qatë kohë jom konë fakultet, vallaj vjetin e parë, dhe më thonë kesh, dul Medelina, mujnë e parë, boni shumë buj, edhe mo edhe shkollës në shkojsha, fakultetës në shkojsha. Pse u boni i famshëm? Gjo dyqysh i famshëm bona, po janisa me marë mo shumë seriosisht, edhe se tani, se dherin qatë kohë unë e bëjsha vesh muzik, edhe një spot, s'kisha kur gjë tjetër, as intervista, as koncerte, as kur gjo, s'kisha angazhime kur gjo, veç bëjsha kongë, do me thonë, edhe kur vike koha një dit, 2 dit spotit, edhe atëher i bëjshim spotit kësho, sa ma shpejt. Edhe tani masi dhezi, janë nisën koncertet, janë nisi mu shtu më shumë angazhimit e mos smësha edhe në shkollën. Po familja, sa i përket krejt suksesit që e patën atë kohë edhe mandej edhe këj largimi nga fakulteti, si kanë qenë krejt komentet e familjes, sa i përket punës të ndën përgjithsi? Në fillimet para Medelinës, ajo është shumë e kuptueshme, për shembull për primëve të mi, që prindët e mi s'kan besu, që për shembull nuk e kam pas atë besim, po për shembull unë e kuptoj se pejtë e tove s'u kon kërkosh. Nuk e kam pas askan para meje që me marë si shembull se qëre ky e ka bo, ose ka mujt me mëri deri me një pikë që edhe ti mund është me mëri. Unë jam kon ketë i pari. Unë dosh krejt atë rrugë me kalu vetë, thonë me shkel vetë para. Edhe normal që në fillim, prindët e mi nuk kam besu se kërkush në trungun familjar nuk është këngëtar. Unë jam kon, nëna e me ka pas qef muzikën, për kune janë nuk ka kënu. E unë jam kon i pari që, dhe me thonë, e kom thyja takull. Po tani mas janë ka normal, që support kam bo gjithë. Edhe kur kom vendos mu largu për shkak të familjes edhe për shkak se vetë e pa tani u argjova, dyqysh smësha me bo mu muzik, pritësha me bo muzik, u lodha me jetën e natës, u lodha me muabetet e industrisë,
qyshjon, u lodha me shumë sene, nuk ke një sen që më qaj munal. Edhe tani, në më thonë, familja u konë full supportus, edhe sot, deri sot, janë supportus. Në fillim, Sam, të prezentova se një njeri që të kena zgjedhur për me konë pak ma i drejt për drejt, se dhe ashtu të njohin. Tregon pak edhe me kënd tjetër ke pas disa në industri. Po, disin ja kom pas këthy, do djemve të Shqipnis, HB, e kanë emrin, kam pas bo ata mu një dis, edhe do foto mi kam pas marrë për Facebook, kërë më konë fëmi këshu, edhe më trollshin, zdi që i bjen Shqip troll. Tregon masak qëllimi i fotove që janë publikua. Ka pas shkrime e diqka? Po, kanë shkrujt, edhe i kom haru që u konë mote, kanë shkrujt betë qështu pa lidhje sana. S'kem bujt krejt me haru, tregon pak ma detajisht qka ka qenë shkrimi, për qka të kanë desirat që t'ja ke kësi disin. Ide nuk e kom. Për disin, po, disin do me thonë zdi, po, disin e ka pas dyqysh se maja s'men, petetove, ka përmen diçka petetove, kështu, fjallë banale petetove, qështu diçka. Po, as nuk e di për qka dhe për pse, apëden. Qysh e shof, unë e veç pse kom bo kongë me nëjzin, apëden. Unë e qysh e shof, se unë nuk kom pas kur gjë kundra kërkujt në atë ko. Po, e ti qysh a kthejve disin? Tani unë e kthejve a disin. Qka i Tani unë e kthejve, se zmoj me përmend qëtës. Bojnë shumë analitet. Ja bojnë a pip. Janë atë idealitet të host. Shumë interesant kështu kjo puna e disave. Po jo, qëre, nuk është diçka që jom krenar, po ta edhen kur të shkon shpina mas murit, thojnë, s'ki ku shkon ma shumë, në mund qëto të dovenim ka shku shpina mas murit, s'kom pas ku me shku t'i dërgon. Po kështu disa tjerë të regon pak najdes diçka që tu ka do këta mëndes, që ta ka bo dikosh. Probleme masak, me cilë artista ke pas? Po besoj që e ke qenë këgja. Me të tregu drejt një ko ku s'ka pas një reper që edhe nuk ka gjujt fjallë. Edhe ka unë, edhe ka Fero, edhe adhe një janë ka pas shumë një kohë. Po pse, a mendon që është edhe kjo pjesa që keni marrë vëmendje edhe mandejen mundu? Po, qatë kohë ka pas, qëto konë, dhe më thonë, për momentin nuk konë trendi një kohë, për jo mu disirat, po dhe qësh mu me lujt me fjalla. Me artistët që ke pas probleme dhe disa, a ki komunikem tash përveç Feros? Jo, ma asë njën një pitën, asë nuk... S'mi intereson. E dim, Sam, që e ke pas edhe një menager në atë kohë që t'ka menagju. Qysh janë raportet sot me të? Mirë. Dost e kom pas dost 25 vjetës. Vëden, ajo, që të është... Cila ka qenë arsyeja që bashkëpunimi u ndërprej? Jo, kur gjo, unë e lash një kohë, e lash shumë një kohë. Bo 4 vjetë që e lash. 3 vjetë e di shka, gati e lash muzikën unë u largova, aj besoj që se la, aj nuk e la, aj vazhdoj me punë të veta, unë me punë të mija. Kur këtheva unë... Sam, na përdojnë me lomë pak karjerën anash, edhe jetën tonë profesionale anash, përdu me kalu të një pjesë që po besoj është edhe shumë e ndishme për ty, është edhe jeta personale. E dim që ke qenë i martuar dhe ke një vajzë. Tregon pak sa ka ndiku kjo pjesë të të? Qikën e kom jetë, e du shumë, sa herë që kom kohë, do me thonë, gjdo sekund që lirona une jash muzikës që tash, unë shkaj e këshyri, e shë. Sa vjeqar është vajza tash? 4. Qëta është bon 4, edhe pak, qeshor. Po, tash ke fillu edhe me punu edhe a i mungën prania jote që nuk je gjatë gjithë kohës me ta? Po, shumë. Edhe mu edhe asajt, normal. Ajo, ala është e vogël, po... Aja ka njësë me fulle, ala? Po, ja ka njësë, po a goj ka ajo fjallë. A ka në i sen që të thëtë në i herë, kërkën, ashtu është e vogël me kërku, po që ndoshta e din që ti nuk po jenë në stop me ta? A ka diçka që ta thëtë ty, që ta shprej? Ose që mërzitet? Po, kur mërzitet më thirë telefon, kur mërzitet. Po, o edhe një sen. Me alëshu 20 muzika, ose 30 muzika, edhe me e shtive që pak nëj muzikë teme, do më thonë nëj kënd pak,
edhe nëse se ka niku njëherë, se si nin muzikat e mija, se është e vogël, po e dallon. Shumë që të e kom edhe ma dallon zonin më njëherë. A e merë në herë në studio? Po, e kom marrë. Edhe, a është kështu si ti gangstera heq? është shumë problematike kështu. Problematike, I kanë gjobobit, dhe më thonë. Problematike. Për shkak të privatësisë, edhe nuk kemi mujtë me gjetë shumë foto, me siguru shumë foto, edhe nuk kemi desht me I vendos fotot e vajzës, po që kemi desht pak me prej këtë pjesë edhe me nga të regu se sa ndikon të ti kjo pjesa që ti nuk I ofër vajzës, asa ka në nevojshme dhe asa ka nevoj vajza me që im pranë. A I kera në herë prishmanë? Kështu muzikën kur e kom lon, unë e kom lon për çet arsye, më shumë, se për me nejt nga vajzës tem, po që tash dyqysh pak u ka rit, edhe besoj që edhe pak si tritet, ka me pa që unë këto sakrifica I bëj për ato, si bëj për vete, se të shakon për vete, unë kisha vazhdu me muzikë, edhe se kisha lon kur, po që tash duhet, pak, mu këthy prap, se s'muj edhe me nejt për muzikë, se muzika mu ma ka shpëtu jetën, kështu që, unë e mos kisha bo muzikë, zdi që kisha bo tjetërsa. E dim që ndarjet nuk janë as pak leta dhe nuk vim prej dëshirës e prej qefit, po a ke mendu najherë se çfarë shpjegimi kemi dhënë vajzës kur të rritet edhe të pyet për këtë çështje? Po se dish, ku I dish pajtohon prapë. Okej. Ku I dish pajtohon prapë. Po përderisa nuk jeni të pajtu, ma e ke mendu najherë se çka kemi dhënë vajzës? Kur të rritet e kupton. Sam, të regom, të kalojmë pak edhe të një pjesë tjetër, tash e dim që nuk je moj martum, e dim që je single, me sa kom marrë informata dhe nga dy shokët e tu që eshin këtu me ty. Të regom pak preferencat e tua, çka janë më shumë? Për krejt famnat që janë të nga këqyrë? Mu kom fani. Mu kom fani? Fani kresor, mu kom shumë fani. Okej. Që dhe me thonë, une 90% ditës jam I stresum, edhe në barëm 90% më kone I kush me ma thyja të. Stresin, a? Me ma thyja të monotonin. Po, femnat e Kosovës, Shqipnis, Macedonis? Jo, s'kom preferencë. S'ki preferenca, a? Okej. Kush do që t'jetë e mirë? Veç fani me konë. Okej, po. Qika, take notes. Pelojna Ana është këtë pjesë nuk po të nguci ma shumë, se po mdoke që jenë siklet. Jo. Po du me vazhdu edhe me më fol pak për projektet e radhës. Qka presim? A ka na I bashkëpunim? Bashkëpunim kom bo projekte, po nuk ka kur gjo konkret. Njëjtë si tash edhe parës me Feron, të më thoni, kom thirë, hajde punojmë diçka, që qesim diçka mire bojmë, që jo, apëden. A të ka thirë në e kështë të ko për bashkëpunim? A kina I ofertë? Oferta, jo që ka thirë, hajde po bojmë diçka, apëden jena taku me artista që shto, e kena, adena po shkojmë në studio e se në vene, kom projekte, tash, po nuk kom kur gjo konkret që muj me ta thonë, apëden, nuk muj me donë një emër, nëse nesër nuk del, apëden, që që du me ditë sigurt, njerë projekte ja bo, ta ne folit. Në kohën që ke qenë aktiv në muzikë, I ke publiku edhe disa këngë që kanë qenë shumë pëlqyme për publikun, kanë qenë ato këngë e dashurisë, pak edhe tradhisi ke këndu, po të regom pak, a ka naj këngë diçka për dashurinë? Këngë për dashuri kam bo shumë, qëtash kove të fundit, që kam bo për dashuri, kam bo plot këngë, po nuk kom vendosë për njerë, po du me nëzirë qëtë këngë që mu më kanë bo këtë që jam, qëtë pak ma agresiv, tani këshyrmi ka para verës në shta qes në një për dashuri. Vera e lypë po thu këngë dashuri? Po dy qysh e lypë se edhe nëse shkon me menu thellë edhe nëse shkon me kënu në i kënd, për shamull të se më kënon 40 minuta aty e vesh agresive. Duhet me thy pak, duhet me ju kënu edhe femnave pak, ka njerë, dhe se nuk ka vesh mashkull në diskotek. Po, dhe vesh disa. Që duhet me thy pak, po nëse unë kisha
fol, nëse unë e kisha bo qysh kisha dash, unë kisha kënu veç kongë që i du, për shembull, agresiv. Veç agresiv, nervoz. Po, veç nervoz. Jo, për një men, po ju dash ka një famë më fane. Shumë agresiv. Jo, mënej, qëto kongë që jam rritë me kongë t'i pop, qëto i kisha kënu. Po, qëtash e kuptej që edhe duhet me thy. Po, me që jemi të industria muzikës, si esha muzikën të sot? Me krahasus qysh u konë dhe qysh është, unë e menoj që qëtash veç u ka bo ma expensive, ma e shtrejt, kur gjo ma shumë. A ka muzikë të mirë tash? Po muzikë Kualitative? Po muzikë të mirë ka, po qëtash dyshysh edhe TikTok i ka bo shumë shpejt, po hupin kongta. Dhe ma para, jo që s'ka pas, se ka pas edhe atër, po dyqysh u konë që ka shpejt, që tash TikTok i dyqysh e nganë edhe veç vazhdan të tjetra. Nuk është ma para, kur i kanë ngu muzikat, unë e menoj që kur i kanë ngu muzikat, e kanë lorë një 5 minuta me ngu që shduhet, që tash e nganë veç 30 sekonda në TikTok, as nuk ja jep mundësin një muzikës me ngu që shduhet, veç e në dranë, shkan të tjetra. Apo mendon që veç rrjetet sociale TikTok-u kanë diku, apo nuk ka produkt të mirë? Unë menoj se rrjetet sociale ka artista shumë të mirë. Unë menoj se veç rrjetet sociale, veç fakti që TikTok-i e ka bo atë shprehin shpejt, do me thonë, veç me ka me ty si ves, veç me livrit shpejt e shpejt, veç që ajo... Po, sa e përdor të TikTok-ën? Heq. Pse? Spedis. Një kohë njerës e kom pas TikTok-in, për nuk e kom pas aplikacion heq telefon. Një kohë njerës se kom këshur. Se kom këshur se të li qëfar sti vla, të li qëfar seriosisht, edhe në është edhe mare ka njerë, Allah. Të li qëfar njeri, vla. Mare me bo TikTok-a e me dalë me shanë kongë nuk është mare, a? Jo, mare që ka bojnë, vla. Për shamull, lujnë loja TikTok me shti kryen në WC. Unë nuk... që të sene, unë kër i kom pa të do njerës, që të sene, unë direkt delete e kom pa TikTokin. S'moj me këshyrë unë ato sene. Unë e kuptej që ajo muzika, ma te me dalë, fizikisht, me shti kryn, mu la me kos. Hej, mu la me kos, me dalë me bërtit në rrugë, me dalë pa ma ejtë, se ku e di që ka bojnë. është njëra ma e rritë me fitu pare. Okej, unë e kuptej se edhe ajo është një loj hasli, ama për shumë unë ato s'moj me akceptu heq, kur qysh heq. Po, sa i përket këtyre... Më falë, se për mu sha, din, Se të pash, kejt jena po sha, ma i njërove. Po, për mu sha, krejt jena sha. Do më mu sha nuk është mare, a? Jo, mare është, krejt e kuptej unë, edhe ato e pranoj, shumë mare. Edhe ajo mare shumë, ama që të sene tjera që i kom pa në TikTok, unë kur njerë se kisha menu që vinë. Ta bëj një pytje, a jetu e këqyr Big Brother? Jo, veç, e kom këshyr veç gjesti kër u konë në Shqipni. Veç kur ka dalë Shqipni, jo këto këne. A mendojnë që një artist është ma mirë për një artist me hinë Big Brother? Apo është ullje nivellit një artistit? Varet farë personajë, për shumë unë kisha isha bohore. Pse? Zdi, se unë si jam njëri që rrim me një vend, ka ku e di në ashta që unë foli natën me vetën, e se. Okej, a fol natën, a? Zdi, se di. Po nuk e di, për shumë unë, nuk besi që kisha nejt 2 ditë, nuk e di pse. Unë e menej, në ashta është kejt tjetër sen. Po naj kosh, naj kujt i bën mirë, naj kujt i bën. Varet për pej lojt Pse nuk përprovan me him Big Brother? Valla, nduke se shanca e vunit është. Vega. Tregon pak, e ke pas një kongë tradtare, ku e merë frymëzimin, inspirimin për këto kongë. Për çdo kongë të dashnisë në përgjithësi? Po, qërë, ka kongë që i kom bo për, do me thonë që shëm një për momentin, ka kongë i kom bo për tjetër kanë, apëdin. Shamo, qëto që ma ke për men, e kom pas bo për tjetër kanë, po s'po du me full artistin e emrin, e kom pas bo për tjetër kanë, si kongë, e kom pas, ky producenti jem, e ka pas punu me to, me artistin edhe i ka pas tonaj që po du një kongë, me bo qështu. Edhe, producenti jem tha mua, mund është me bo na i demo në qëtë stil, se më vymë për një artist tjetër.
Edhe unë e bona që të si demo edhe ja qova. Tani, tha, bon me shtu krejt me bo kongë, se po donë me bo komplet, me pa që shdo këtë, që ish kamuni. Edhe unë e bona komplet si kongë, të ratharën, e bona komplet, edhe ai artisti vendosi që mos me marë kongën, edhe mu met konga edhe në atë kohë, unë ndajta edhe pej bashkëshortës, edhe e pata shumë të qysh penal, veç me qitë një kongë, edhe kisha qatë edhe, tani e qita veç për... Okej, atë kanë tratu ndë njëherë? Jo. Asë njëherë? A ke tratu? Po. Po, a? Po, kom bo gabim njerë. Edhe njëherë? Njerë kom bo gabim, zë bëjmo. Okej, në regull. Nuk bën gabime mo? Jo, njerë bën gabim, e të përzdyti nuk o gabim. Nuk o gabim? Do më thonë kjo hera dytë së kon gabim? Jo, hera po, dhe kon gabim, hera dytë. Nuk ka herë dytë. Sejme, unë të falenderoj shumë për kohën që e këndosët me ne. Dhe po besoj që edhe publiku u kënaqë me neve bashkë, edhe na ke mungu me të pas një intervista. Faleminderit shumë. Po besoj që tash kemi me të pas prezent me projekte të reja. Unë veç të uroj suksese edhe punë të paljashme. Faleminderit shumë, edhe juve, ishtë kënaqësi. E promis të dashur, ka që kishim edhe personte në kjo emër, po besoj që u kënaqëm shumë bashkë. Unë si gjithmonë dua të falenderoj Ujë Rrugove që ka qenë pjesë e këtij emisioni. Projekte tjera, e mysafir të tjerë, po besoj që do na presin bashkë edhe herave tjera. Po që, nga sot, unë dua t'ju falenderoj shumë që keni qenë gjithmonë me mua. Ju falenderoj shumë që me keni pranuar në shtëpitë tuaja. Nga unë Anjeza, natën e mirë.